Tendri si marrëveshje kuadër i prokuruar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar për lotin 2 të kontratës B mirëmbajtje me performancë e akseve kryesorë të rajonit qendror dhe Verindor, që përfshin edhe aksin nacional Shkura e Burrel, nuk është mbyllur ende. Kanë qenë 2 kompani që kanë ankimuar skualifikimin e tyre nëpërmjet ankesës. Sipas të dhënave publike, rezulton se ndaj fituesit që ishte shpallur Bami Holding SHPK, janë ankuar operatori ekonomik The Soft and Solution SHPK dhe operatori ekonomik BOE Alco Impex Construction SHPK dhe Alco Impex General Construction SHPK për procedurën e prokurimit. Ndërkohë, Komisioni i Prokurimit Publik ka vendosur që të mos pranojë ankesat e 2 operatorëve ekonomik. Megjithatë, deri tani nuk ka asnjë fitues pasi prokurimi është rishpallur dhe pranimi i ofertave do të mbyllet me datë 14/9/2026. Kontrata e mirëmbajtjes ka vlerë në rreth 11 milionë eurove dhe është e shtrirë në një hark kohor prej 4 vitesh. Tashmë mbetet për të parë se kush do të jetë fituesi i këtij tendri dhe punimet që do të kryen në aksin nacional më të degraduar në vendin tonë, siç është ai Shkura e Burrel.